Mirë se erdhët gaforët të dashur në Letra të Fenj, jam Diana, do bëjmë leximin për javën që vjen. Janë 9 letra dhe secila radhë ka kuptimin e vet. Ekonomi, financa, dashuri dhe rezultati apo e ardhmja e gjithë kësaj. Në leximin e juaj gafor ka ndjenjë, zhgënjim, konflikt dhe kontroll. Po fillojmë me mbretëreshën e kupës. Pastaj 6 të kupës, pastaj 4 të shpatës. Ti në financa nuk je thjesht praktike, emocional, vendimet i merr shpesh nga ndjenja gafor, jo vetëm nga logjika. Mund të ndihmosh të tjerët edhe ku nuk të levërdis, mund të bësh zgjedhje pune bazuar në si ndihesh, jo në çfarë fiton. Kjo është e bukur, absolutisht, por e rrezikshme financiarisht. 6 të kupës tregon për kjo të lidh me të kaluarën në financa, kjo do të thotë rikthim në një punë të vjetër apo në një mënyrë të vjetë bashkëpunim me dikë që e njeh prej kohësh ose mendësi e vjetër që po e mban akoma. Gafor, e kaluara nuk të çon gjithmonë përpara. Ja ku e kemi këtu 4 të shpatës. Kjo është ndalim. Financat këtu nuk po ecin përpara, janë në një lloj pauze, ta them. Mund të mos marrësh vendime, mund të presësh shumë gjatë ose thjesht je lodhur dhe ke ndalur. Vendime emocionale, lidhje me të kaluarën dhe në fund stagnim. Kjo është ajo që po del në ekonomi dhe financat. Nuk mund të ndërtosh të ardhmen duke u bazuar tek e kaluara dhe ndjenjat. Duhet logjik dhe vendime të reja. Kjo pritet nga ju, gafor. Rendi i tretë është 6 të shkopive, faqe e shkopive dhe 7 të shpatës. Në fillim goxha duket e bukur, 6 të shkopive është ndjenjë fitore, egoje ose po shkon mirë kjo lidhje. Mund të jetë që dikush të jep vëmendjen, ndihesh e vlerësuar ose i vlerësuar ose mendon që ke situatën në kontroll. Faqe e shkopive vjen një energji e re, flirt, interes, fillim i ri, që më thot patjetër dashuri e re. Diçka e re në atë lidhje, nëse jeni në lidhje. Por kjo është energji e lehtë, jo e thellë, do ta thosha. Është sikur si përfaqësore. Mund të jetë dikush i ri, siç e thash, mund të jetë një komunikim i ri në një mënyrë e re e komunikimit nga partneri aktual, një dëshirë për diçka ndryshe. Dhe këtu del e vërteta. Diçka nuk ka qenë e pastër. Kjo del në sipërfaqe. Mund të jetë dikush kapet në gënjeshtër, një situatë që ishte fshehtë del. Ose ti kupton që gjërat nuk janë ashtu siç duken. Fillon me një ndjenjë fitore, hyn një energji të re, por në fund del një e vërtetë që të prish gjithë këtë iluzion, gafor. Mos u deh nga vëmendja apo nga emocionet e momentit. Shiko çfarë shihet poshtë. Dhe rezultati apo e ardhmja gjithë kësaj, punë, dashuri dhe në përgjithësi në jetën e juaj, kemi 4 të kupës, pastaj kemi mbretin e shpatës dhe perandorin. 4 të kupës del sikur moskënaqësia, mërzia dhe kur ke mundësi para teje nuk ndihesh e kënaqur. Me një mënyrë sikur po refuzon diçka, nuk të mbush me ajo që kishe, ndihesh pak e lodhur emocionalisht. Pastaj ndryshon energjia komplet, nga emocionet kalon në logjik. Vendimi ftohtë, qartësi mendore, vendosje kufish, nuk vepron më nga ndjenja, gafor, por nga arsyeja. Dhe perandori është kontroll total, ti me drejtimin e jetës tënde.
vendos rregullat, nuk lejon maskën të lëkund, krijon stabilitet dhe autoritet. Pra, nuk je kënaqur, kthjellohesh dhe merr kontrollin total të situatës. Siç thash, diçka në lidhje ndryshon, mund të jetë në atë lidhje dhe pretendon, apo një lidhje e re. Sepse e keni kuptuar që ndjenja pa kontroll të çojnë në zhgënjim. Logjika dhe kufit të çojnë në stabilitet. Të dashur gafor, jo çdo gjë që ndjen është e mirë për ju. Kur fillon të mendosh qartë, atëherë fillon të fitosh. Ky legjim është shumë i qartë. Në financa stagnim dhe nga emocioni dhe e kaluara. Në dashuri fillimi bukur, një e vërtet që po del, në fund nga ndjenja kalon në kontroll dhe forcë. Pra, nga emocionet, në logjikë, në kontroll dhe forcë. Kjo është fitoria për ju. Edhe pse, derisa arrini aty, është një copë rrugë.